O'Donnell Award is presented to a walk-on the women's basketball team who does not allow her lack of playing time to influence her work ethic and positive attitude. An unselfish teammate, she was named co-captain of the bench during the season, and the coaches saw an immediate and significant change to the engagement and attitude of the bench, corresponding to greater team chemistry and ultimately wins. The 2020 Terrence J. O'Donnell Award winner is junior Idona Thaki. Sa krenaria madhe jonja shqiptarëve është kur shikojmë talentet tonë shqiptarë që vijojnë në për basketbollet, në për këto vendet e bukura që me të vërtet prezentojnë sportin. E lindën, e rritën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kulturën, traditën nuk e harron. Me kënaqësi, me të vërtet është një kënaqësi e madhe që ta kemi sot. Idona Thaki, e cila është në WNBA Connecticut Sun, edhe ka kryer shkollën në Fordham University. Mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë, është kënaqësi për mua me kanë këtu. Edhe jam excited. Më pëlqeu që me të vërtet ke kapë edhe mikrofonin, prezentuese. Po. Se kom pas kur menim me bë kështu broadcasting që bëj si prezentuese, po kur jem kanë në fakultet që kom luajt basket në Fordham University, kom luajt 4 vite aty, edhe kur s'kom menu kështu çka kam me bë mas të kry basketin. Edhe tani kom punu në NBA, njëherë jem kanë kështu behind the scenes, dhe më thonë si jem kanë me mikrofon e najsen, po ka darë gjithë e kom vrejt që e kom pas në dashni për me fol in front of the camera, me bë commentating për basket, me analizu lojën, me fol pse o ka bëhet që kja aksionat, që o ka bëhet, edhe që ashtu. Do të them një mirë se ardhje në Rock Hill Community TV është nderi madhe dhe kënaqësi e madhe që me të vërtetë edhe po më pëlqen sa ju je e lindur edhe e rritur këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe po e flet shqipen sikur me kanë midis pejes. Ka pak, ka njëherë përzi shqipen, po më nona. Atëherë do dalim pak të pës pak për fëmijën tonë, edhe nëse ka mundësi të na tregosh edhe për familjen tonë, kur kanë ardhur prej pejes këtu edhe si janë stacionu. Po, prind prej pejes, jenë ardhur këtu kur i kanë pas ka 20 vjeçar, që ashtu, edhe ja kanë fillu një jetë e re për me mujt me ja jep mundësive fëmijëve. Baba jam ka punu në Manhattan, ka qenë një pizzeri, edhe ka sacrifice shumë për neve. Për qëta unë gjithë thëmë, adin s'kom qarë pa ba diçka, me ba prind krenar që kom arrit qa kom arrit, se ata na kanë jep qa kanë mujt. Qa s'kanë mujt me ba për veti, na kanë jep neve fëmijëve. Edhe për qëta mama, sidomos mama gjithmonë ka dish sportin, basketin, po në atë kohë, femnat s'kan lujt, edhe s'kan pas mundësi me lujt, edhe për qëta mama gjithmonë më kanë qitë në çdo sport. Tani në çdo sport që kom lujt, e kom vrejt që basketi o kanë top, edhe prej që ati momentit, gjithë basket kom dosh me lujt ka 4-5 orë në ditë. Edhe ashtu kështu edhe Zoti ju ka dhënë atë rritjen, atë gjatësinë e trupit që t'jeni me të vërtet një basketbolliste. Si filloi shkolla këtu dhe si u shoqërove me shqiptarët tonë? Po, kur jem kanë, se kom lind në Amerikë, s'kom pas shumë shoqe shqiptarë, se unë gjithë jem merë me sport, pa ma s'ka pas qika që kanë lujt sport. Ma shumë jenë kanë djemët që kanë lujt sport, po dhe sidomos veç kështu në general nuk ka pas shqiptarë që kanë lujt basket. Dhe më thonë unë jem kanë e para femën që kom lujt në për college në qatë Stanford, Connecticut, edhe s'kom pas shoqëni shqiptarëve, veç gjithmonë me Amerikanë, po unë çdo verë shkojsha në Kosovë, adin e kom marrë qatë kulturë e shqiptarëve. Mas je përmenet Kosovën, para se dalmi në Kosovë, doja të dija për fakultetin e Fordham, me të vërtet është një fakultet, një universitet shumë i mirë. Si e mirë pritur aty si studente dhe me njëherë kanë fillu angazhimet e tua, si kanë fillu ato periudat e tua të angazhimeve të sportit, basketbollit? Sporti me lujt college basketball është shumë e vështirë, ka shumë konkurrencë, ta japin bursë për me lujt 4 vjet, full scholarship, s'pagun asnjë sent për college degree, edhe për të din këtu, me marrë full scholarship, me lujt, është një sen që andron dikush, a din mos me dalë në det prej college. Kur ja kom fillu
qikat e vajzat më kanë pritë shumë mirë, edhe po e kom pas pak vështirë, kom pas 2 lëndime, parë se me fillu college, kom pas 2 ACLs, tear, kom pas surgery. Tani që ashtu ka dale, ka mënu balë veç me shty veten, për me bane ven e me kone respektu me kështu si lejtar. Wow. Atëherë thatë se ju Kosovën se keni harru kur gjithmonë jeni shku në Kosovë. Po. Edhe e kemi pa, kemi shikuar, kemi pas në disa intervista atje, edhe me të vërtet më kanë pëlqyer, merrem vend edhe presidenti Osmanit ka pritën. Po. Si e ke ndje vetën edhe më duket ke po diçka atje në Kosovë, na trego pak më gjatë. Po kur ka prit presidentja Osmani, jom kanë shumë e lumtur. Adin te andran për me mujt me pas qatë takim, dhe kanë që e shetë që role models, që e ke pa që ka ba jo për Kosovën, e qëfar femen është që ka arrit për veti, më ka jep mu inspirim. Adin për me mujt më këthy në Kosovë, edhe që s'kom lindë në Kosovë, për me jep njerëzve mundësin për me arrit të qka me sport, sidomos me basket. Me jep ato opportunities për njerëz që vinë mas meje. Në të rego pak për këtë NBA. Po. Për WNBA, Po, që WNBA. ku ja kom nis me bo broadcasting, shto se komentatore, kom arrit pak sa ma shpejt. Dhe me thonë, kur ja kom fillu, me thonë ditën e parë, mas 5 muajve, e kom pas mundësin me bo WNBA. E që aje mundësin nuk vjen qaq shpejt. Shpesh, Ka një herë njerës punojnë 2, 3, 4 vjetë veç për me mbri me punu WNBA. Hala kam shumë, që shtojnë long ways to go, edhe ma shumë për du me arrit, për jam shumë thankful që ma ka jep zoti qatë opportunity, se s'ka femna, s'ka shqiptar që bojnë commentating WNBA. Dhe me thonë unë jem e parja. Rrugtimet e tua me basketball, ka keni qenë për Amerikë? Da i të rego vendet? Gjithë ka, gjithë thëmë, është një shprehje që thëmë basketball është a vehicle. E zdi që thuat shqip, po ama basketi o konë që aje sen që më ka qu krejt në përbot. Mësë me pat konë për basket, se kisha pas mundësit për me lujt për Kosovën, që kom lujt national team, me taku vajzat e national teams, me taku federatën e basketit në Kosovë. Këto njerës që kom taku, jënë kom për mes basketit. Edhe për qëta qatë shumë o konë në zemrën teme, kom qef më shku mbrapa në Kosovë, me ba një kamp për fmi, edhe bine u ljeltar për NBA, që ka lujt në NBA, edhe është një analiste për Brooklyn Nets, edhe ajo vjen, Sarah Kustak edhe Devin Harris, dytë që vinë në Kosovë me mnimu për me kur edhe u heqi unë e këtë kamp e basketit. Po, gjithë ka në përbot. Një gjë që kemi përcjellë më ka pëlqyer shumë që me të vërtetë edhe pse je në fushën e basketbollit edhe je lojtare, ko gjë shumë e mirë. Edhe ke shpreh dëshirën që edhe fëmijët të mësojsh. Po. Çka Se, është? a dim se unë gjithë thëmë nuk arrit dëkun pa të një mund dëkush. Qa ki bo te, qa kom bane, edhe mësë më kanë për basket, po veç me thonë për jetë, qka të pënësh, qka të banë, ti së mund është me arrit kërkon pa të jep një farë besim dëkush. Mu dëkush më ka jep një besim vetë vetës, që muj me arrit, që muj me bade qka, kom pas një trajner që gjdo dit ka ushtru me mu, s'ka marrë as një parë, veç që ka pas që kom pas talent edhe kom pas potential edhe ka dosh më një mu. Edhe nashta mes me pat konë për atë njeri, unë si kisha pas qatë djenje, edhe tash kom qef me ba qatë njëtin sen për një fëmi, me pas qatë feeling. Sa ke vlerësue sportin këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa ju jep mundësi të rive? Po. Si e ban diferencën me Kosovë edhe Po. me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Çka ke pa atje Po. e çka ke për t'ju thonë? Na këtu Prej në këtu. Amerikë, normalisht e kena mundësit për me arrit me basket. Mund është me lujt në fakultet. Kosovë e kom vrejt që ka shumë talent. Për qëta, kër më lujt për Kosovën, e kom pas qëta idej për me ba një kamp, se kom menu për vetë, kom thonë, nashta me pat lindu në Kosovë, edhe me nejtë në Kosovë, si kesha pas këtu mundësit që kom punu në NBA, jem komentator në NBA, kom pas bursin full me lujt në fakultet, nashta nuk i kisha pas këto njëtin sen, me pat lindet edhe me nejtë në krejtë në Kosovë.
veç se jem këtu në Amerikë, unë gjithë thëmë është një diferencë që na I kena create resources që si kanë fëmijët e Kosovës, e nashta dëshpërohen njerëz ka njëherë në Kosovë që si kanë ato njëjtin opportunity, se ka shumë talent atje që mund me arritë diçka. Këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si shkon një rutinë ditore e juaja, prej mëngjesit deri në mbrëmje në aktivitete po në sport? Në ditë gjatë, është shumë, kur jem ka në fakultet që kom lujtë Fordham University, u qësha ka 6 ore mëngjes, edhe bëjsha në ushtrimi prej 7 deri në 8, kështu individual me një trajnere. Tani prej 8:30 deri në 9 hajsha mëngjesit, tani me thonë të 10 deri në 1 e kena pas kështu team practice, 3 orë. Tani prej 1 deri në 2 e kena pas kështu lifting, me shku me bë strength training. Tani prej 2:30 e kom pas 30 minuta, mu la, mu vesh, mu bë gati, mu shku në klasë. Tani, dhe më thonë, prej që jem dalë prej dhomës teme, në 6 orë mëngjes, deri në 2 jem konë në për ushtrime, 2:30 ka fillu klasa, ka deri 7 ora mas dite, hajsha bëk, eat, sleep, repeat, o konë gjdo ditë. Planet e juaja dhe projektet e juaja në VM, çka keni dëshirë që të bani edhe ku e mendoni suksesin e juve të ardhmen? Mas pari që kisha thonë për kampin që bëjnë në Kosovë, që thirret Heritage Basketball Academy, kom qef me arrit sa ma shumë. Me pru trajnerët Amerikan prej Amerike, me pru në Kosovë, për me pas fëmija me pas mundësi për me fol me një lojtar se NBA player, me fol direkt, edhe me pas një farë inspirim, edhe me pa na çfarë talent ka, se ka njëherë nashta shau një lojtar që ka shumë talent, edhe mund të me luajtë në fakultet, edhe i njau në një fakultet, i thëmë këtij trajnerit, hey, ky fëmijë është e mirë, edhe në këqyre, be on the lookout. So, që ajo është arsye, veç to keep bringing me pro American coaches a ne. E kështu për veti në broadcasting, veç me shku sa manet, me shku në NBA side. Do t'i lam anësh këto gjanat të gjithet, por prezentuse, një prezentuse në basketball, që kur lu një tim, edhe ti prezenton të secilin lojtar. Nga të erdhë kjo idea? Me të kallëzu drejt, se kom pas kështu kur menim. Unë kom kry fakultetin për business, finance e kom ba, edhe kom menu që po shkoj punojnë Manhattan, po punojnë në për business, wealth management, po e kom vrejt fill që basketi shumë e kom pas në zemër. Thajsha, qysh muj me nejtë në për basket? Thajsha, okej, me folë për basket është mirë. Po gjithmonë më thajshë në shoqet e kom pas personality, kom pas qef me kanë para kamerës, kom pas qef me folë në kamerë, e tani për qaja ka ardha e di. Mas i kom kry fakultetin. Doam të atim prezentimin e parë, ku e ke bo edhe si ka qenë ditë e jotja për herë të parë kur keni prezentuar një ekip basketballit? Kur ma ka njep mundësi në parë, kom bo ajo në college, edhe jem konë shumë nervous. Ka njëherë këqyri atë lojë thëmë kuku, su muj me këqyri se së është e mirë, po adin gjithë thëmë, gjithë kush që fillon diçka, parë në herë kur s'ko me kone mirë. Po veç atë e bënë që atë herë parë, se tani prej që ati momentit veç mund është më shku sa ma naltë. Edhe që ashtu, ka një herë i këqyri back edhe mas një viti, thëmë sa shumë kam arrit kështu në për lojë, qysh e analizaj lojën, qysh foli, qa kom thonë, qysh e kom thonë, edhe veç me improve sa ma shumë. Se me të vërtet është edhe një punë, nuk është edhe atë shumë e lehtë të jesh ta prezentosh se cilin lojtar, duhet t'ja dish emrin, edhe duhet të dish se si është e lujt lojën, edhe nga e ke kap këta se duhet mësoj edhe prej teje. Gjithmonë e kom pas kështu me konë si coach. Njëherë kom pas menim me konë trajnere, edhe e kom vrejt që kom qef me jep motivim njerëzve, kom qef me jep inspirim. Po edhe trajnera jam në fakultet më kallëzojke që ti e kupton lojën, e din lojën, e ki high basketball IQ, fill kom mujt me ditë kur shutoj ke dëkush, qa ka gabim, mi andreq shooting, edhe krejt e kom vrejt që do senet vogla e kom pas një men tjetër, nashta dëkush tjetër se ka po, edhe qashtu. Gjatë lojëve, lojët juja, a keni has raste që të takoni edhe emrat mëdhaj, emrat e lartë? Shumë.
kanë keni takuar si shembull si që janë lojtarë të njohur? Po për shembull në WNBA, këto Caitlin Clark, këto Paige Beckers që janë lojtarë më të mëdhenj, me thonë në për college në botë që tash. Edhe në NBA kom shku në New York Knicks, kom shku në Brooklyn Nets, kom shku krejt këto games, s'disa NBA players i kom taku përmes kësaj punës. Sa ka se modestia e ty në gjatë një vizite kur i keni pas, si u kanë duke ata njerëz, veçën se ata? Për neve, për mu, kur jem ka në vogël, kom veç komandru për me lujtë në WNBA një ditë. Edhe i shek këto lojtarë, i përcjell, kur jem ka në vogël, e kom përcjell këtë super. Tani kur më ka ardhur koha me bën intervista, me fol, edhe mu ka duk shumë interesant, se thosha, unë të jetën veç i kom përcjell këta lojtarët, e tash jem gatë këtij personit të fol me ta. Atëherë, si do t'jetë kjo energjia juaj pozitive që e kanë pasionin e punës të juaj, do të vjen një ditë që do të vinë edhe fëmijët tanë që do të jenë gjenerata të reja, do të vinë të ti, do të thonë, a ka mundësi ta bëjmë një foto me ty? Kjo është kënaqësi dhe krenarie jonja. Faleminderit shumë. Inshallah një ditë, kom qef veç me jap me nibën fëmijëve që mujnë me bë çka të qesin me mend me bë. Ke dëshirë rrugtimet? Për qëtash veç në për loj, kam kështu taj në për Chicago, kam shku në Washington DC, Florida, krejt si tash për para basketi më ka qu gjithka. Një sugjerim për tritë dhe treja tona për sportin edhe për basketballin. Kisha thonë me pas patience, se na ka njëherë s'kena shumë dërim edhe dojna me arrit sa ma shpejt me mbri atë, po ka njëherë ajo rruga është ma important sa ku mbrin atë. Se senat që i mëson, njerës që jetë akon, krejt që ato mësimet përgatitin për ati momentit kur mbrin në atë nivelin masnalti, për me mujtë me nejt atë. E di pse po e them këtë fjallë se shumica e shqiptarëve tonë rinja, jo se po më marre, ku me shku me lujtë. Si e thutë, si e komentante? Sidomos për vajza, ka shumë marre për me lujtë basket, se nashta edhe ke pa dhe në Kosovë, nuk o kanë diçka që e kanë shtyjë dhe prind fëmijëve për me lujtë sport. Për qika o kanë ma shumë roli tjetër. Ta shundru ajo mentaliteti edhe besaj mu kur së më ka ardhë marre. Kur jem kanë ma vogël, më ka ardhë pak marre, po sa ma shumë që e bëjsh, që atë sen një zërshme, me shku me fol me të kanë, me shku me prezentu vetën, me thonë një me dona tha që unë e bëj këta, sa ma shumë që i bën që ato senet që duken zërë, është bëhet comfortable për ty. Wow. Kjo është me vërtet një fenomen i madh dhe një gjë shumë e bukur që me të vërtet rinia jonë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës po arritin shumë sukses, sidomos shqiptarët. Inshallah edhe sa ma shumë arritin. Now we're going to talk a little bit in English. Believe me, I'm so honored to have you here in Rock Hill Community TV as a very good, well-known Albanian basketball players. Thank you. And then, can you introduce yourself, who you are? Yeah, I'm Idona Thaki, and I played basketball at Fordham University. I played for the Kosovo national team. I was an assistant coach of the Kosovo national team, and I run a basketball camp back home every summer called Heritage Basketball Academy. And now I am a TV analyst, commentator for the WNBA as well as college. So. Well, we'd love to have you here, close to me, and to do work with us. Why not? Thank you. I'm excited to be here. It's a great show, so I love it. So how you see yourself, your success here with the basketball? Yeah, for me, I mean, I played basketball. I had a tough road. I tore my ACL 3 times, 5 total knee surgeries, so I didn't have an easy road. But I learned a lot about myself. You know, what am I willing to endure and sacrifice to get to my goals? What are my goals? And are they still my goals after knowing everything it takes to get there? So for me, college was tough, but I've shifted my energy now towards broadcasting. And how can I be the best broadcaster that I could be from what I've learned as a basketball player? Wow. This is very nice, and we are very proud. You're from Connecticut too, so yes.
we love to see you in the future to be an NBA, which is not One day, I right. hope so. Why not? One day, that's the goal. That's the goal. And then it was so nice to have you. And then I don't know what to say. It's a very, very pleasure to be seeing so many successful Albanian come into this studio, telling their talent stories. and telling all whatever they Yeah. do. Well, thank you for giving us this platform It's no to share problem. stories. So, Ishte kënaqësia ime dhe faleminderit shumë që me të vërtet unë pres suksesin tënd të ardhmen, Faleminderit. edhe besoj që një ditë do të vish si një vajzë e suksesshme që të jesh në NBA, me të vërtet që faleminderit. Inshallah, kismet. nëpërmes agjenteve të kërkojmë një foto me marrë. Po, gjithçysh. Kështu prapë, nderuar shikues dhe dëgjues kudo që jeni mbar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë kudo që jeni, është një nder dhe një kënaqësi e madhe që kjo mundësi në këtë studio televiziv Rock Hill Community TV në IPET të flasim shqip, të prezantojmë njerëz të tanë të suksesshëm anë mban kudo. Kjo është një mrekulli i Zotit. Faleminderit shumë dhe është kënaqësi e jona. You're the best. Faleminderit shumë për teje. Faleminderit.